Ajo çka është ndoshta që na nuk e dim, po që është sinusi, sado që mund të tingëlloj që smundje e menaxhueshme, din me u përkeçsu nëse nuk e trajtojmë. Po, nëse nuk e trajtojmë, atëherë din se Cilat janë përkeçimet? Përkeçimit, infeksionet kryesisht në hapësirat përreth sinusëve, domethënë cilat janë afër, kush është afër, është syni dhe pjesë domethënë që truni. Tek veshët domethënë nuk ndodh me pas infeksione, rrallë, për mos më thon kur, po shumë është rrallë, është më të shpeshtë edhe në afërsi për shkak të kanale. Për shkak të afërsisë anatomike që është. Janë infeksionet periorbitale, si celuliti preseptal orbital, mandej i cili shkon nëse nuk trajtohet sa duhet dhe si duhet, ai dhe mu shndrua edhe në absces. Mandej janë përmes komunikimeve anatomike që i ka zgavra trunit, ente gjaku dhe fjet nervor që dalin edhe fisurave anatomike, cilat komunikon zgavra hundës dhe hapësirat paranazale me kafkën. Ato janë infekcione mandej në formë të meningjiteve, absceseve në regionin frontal, deri në rastet kur nuk janë të trajtueshme, ka të rralla janë, po kur di me bë edhe dëmtim ose osteomielit të kockave, din me thënë. Janë raste të rënda, po të rralla. Duhet të them që infeksionet e sinusëve në shumicën e rasteve trajtohen në mënyrë konservative. Intervenimet janë shumë të rralla, por mos më thonë asnjëherë, po rrallë ndodh. Me qenë se tash kemi të kaluar në kohën kur era e prodhimit të antibiotikëve është jashtëzakonisht edhe gama është e gjanë. Dhe mandej mundësitë e përdorimit në çdo moshë dhe në çdo gjendje të organizmit, sepse kemi pas vështirësi më herët përdorimi i antibiotikëve tek nënat shtatzana, të cilat komplikohen ose kanë infeksion bakterial, të cilat do të thonë antibiotik në kohë të mëhershme ke pas vështirësi me apliku, tash ke mundësi me dhënë antibiotik sepse është rregulluar. Ka një gamë të cilat lejohet në shtatzana. Komplikimet janë më të pakta. Nuk do të thotë se s'ka, kemi thuajse me stinë varsisht, kemi raste domethënë të gvjeshta dhe të pranvera, komplikimet të cilat i pranojmë edhe në klinikën ku unë punoj, ofrojmë shërbime. Në shumicën e rasteve neve na kalojnë trajtime vetëm konservativ. Okej. Vetëm pa intervenim kirurgjik me një fjalë. Pa intervenim.